mirë ditë amiku im, respekte në këtë super ambient. Sa ka marruar ndeshja e boksit me mikun ton nga Shqipëria, Kelben Dalili, i cili sot fitoi dhe jemi 3. Jemi live në këto momente dhe nuk ka se të ndodhi ndryshe, pikërisht me gigantin. I përshëndesim të gjithë shqiptarët që janë në Greqi në këto momente. Vlezër dhe motra shqiptare ku do ku jemi, ne urojmë një fundjavë të bukur, një fundjavë të lezetshme. Live në këto momente vetëm për ju. Kelment, kënaqësi që jemi bashkë dhe nuk ka se të ndodhi ndryshe në këtë fitore të tretë. Ju lutem, çfarë do t'i themi përveç shqiptarëve që ndodhin në Gjermani, se jo të kanë ndjekur live në rrjetet sociale dhe vlezër dhe motrat tona që ndodhen në Greqi. Përshëndetje gjithë Shqipën e Athinë, përshëndetje Athina, ju uroj gjithë mirat. Unë kur e them një fjalë e mbaj, thashë do jetë jap fitore dhe dhash fitore. Unë hy me zemër dhe dua me gjithë zemër këtë sport dhe nuk do t'ju zgjenjej kurrë, do t'i bëj gjithmonë krenar. Faleminderit dhe ju që më mbështesni, jeni forca ime. Shpresoj që herës tjetër jo para ekranit, por të shoh live gjithë këtu. Ju ruaj Zoti dhe faleminderit për gjithçka. Ka se ndodhi ndryshe me emocione të pasjarta, të zjarr nga gjitha anën. Në këto momente kanë ardhur nga Italia, pikërisht familja e gigantit. Jemi live me babain e vet. 2 fjalë do t'i marrim se nuk ka se të ndodhi ndryshe. Kënaqësi që jemi bashkë në këto momente, pikërisht ky është babai Kelmenit. Ju lutem shumë, çfarë do na thoni në këtë ndeshje gjigante? Faleminderit, si për ty dhe që po i transmeton këtë live. Faleminderit. Unë kam kënaqësi më të madhe që pse kam mbështetur shumë shqiptarë si nga Greqia dhe nga Italia, po edhe nga Shqipëria. I uroj gjithë dhe faleminderit që mbështesin djalin tim. I uroj me gjithë zemër familjes të tyre dhe shoqërisë kudo që janë. Faleminderit gjigant, ruaj Zoti dhe ty. Edhe një nuk ka se të ndodhi ndryshe, jemi me gigantin, me Kelben Dalilin, një nga kampionët, por ky vite mesazh vete dhe për qeverinë shqiptare, pikërisht për boksin në Shqipëri. Ju lutem, jemi edhe ne, sado që jemi emigrantë në Gjermani, nuk ka se të ndodhi ndryshe. Kelmen, një fjalë pikërisht për qeverinë shqiptare, pse jo dhe për boksin. Unë nuk kam dashur kur që të përzinë në politikë, por